Kanë zgjedhur të studiojnë në Liceun Artistik Fehmi Ibrahimi për artet figurative. Nuk janë të rinj që janë rastësisht në bankat e kësaj shkolle, por i ka sjell këtu dëshira dhe pasioni që kanë për pikturën. Vinë jo vetëm nga Gjirokastra, por edhe zonat e tjera të jugut për të zhvilluar më tej talentin e tyre. Kam ardhur te shkolla artistike sepse më pëlqen të pikturoj dhe të vizatoj. E kam shumë qejf, kam pasion dhe prandaj kam ardhur te kjo shkollë. Kush ka thënë ty që vizaton bukur? Kanë thënë njerëzit në familje ose profesorat këtu, edhe shokët, edhe shoqjet plot. Më kanë thënë. Kush ka qenë shtysa jote kryesore? Një kushëri im që ka qenë te kjo shkollë më ka thënë të vi këtu sepse ti vizaton shumë mirë dhe mund të bësh vizatime shumë të bukura te kjo shkollë. Dhe si e shikon veten ti? Unë deri tani mesatar jam mirë për momentin. Pas përfundimit të kësaj shkolle, si mendon, ku do të shkosh? Do ta vazhdoj për pikturë. Çfarë je duke vizatuar? Një kungull. Ky është vizatimi yt i parë gjatë që prej fillimit të shkollës? Dhe disa vizatime të tjera. Dhe si po ecën ti kështu, nga koha në kohë, nga java në javë? Po bëjmë parime shumë të mira. Ti pse zgjodhe këtë shkollë? E gjëja veten më shumë tek vizatimet. Dhe kështu që më thanë edhe mësuesit nga shkolla nëntëvjeçare që duhet të shkosh për pikturë edhe erdha te kjo shkolla këtu. Në këtë rrugëtim që ka nisur nuk do të mungojë mbështetja e stafit pedagogjik. Një prej mësuesve të arteve figurative, Bledar Kaçi, shpreh i kënaqur me prurjet e reja dhe vlerëson dëshirën e të rinjve për një rrugëtim të mbar. Viti i parë i pikturës, ajo që është e pjesa rezultante e një pune goxha të madhe të vitit të kaluar, po edhe të viteve të tjera, është konkretisht një pjesëmarrje e mirë e nxënësve. Jo vetëm në sasi, po edhe në cilësi. Na ka një vit i parë, nuk po them që do të rrisë, se ky vend ka prodhuar gjithmonë artist, që është me një nivel goxha të mirë talentesh. Realisht është kuptuar, me sa kuptoj unë, edhe nga shoqëria, nga prindrit, po edhe nga fëmijët, që Gjirokastra është një vend i tillë. Prodhon dhe tregu të punës i duhen të tillë. Jemi një vend UNESCO dhe këta do jenë pikërisht ata që do punojnë nesër për ambientet që ka Gjirokastra, për ambiente artistike dhe ambiente talentesh. Detyra jonë është që këtë talent që kanë ta shtyjmë përpara. Ta shtyjmë përpara në çdo lloj mënyre. Kryesorja është duke mos i nxënë, e dyta është ajo që ne kemi detyrë funksionale, edukimi qytetarit e tyre dhe dijet e tyre të kemë mundësi që t'i përcjellin dhe të jenë në shërbim të gjithë Gjirokastrës, Shqipërisë dhe më gjerë, pse jo. Besoj dhe jam besim plot që ky vit ishte një start goxha i mirë. Ne do ta mbajmë të ritëm dhe kjo shkollë ka për të funksionuar dhe ka për të ecur goxha mirë, në mendimin tim. Këtë vit mësimor, Liceu Artistik në Gjirokastër në ciklin e mesëm frekuentohet nga 45 të rinj. Pjesë e tij janë edhe nxënës që ndjekin drejtimin artistik në shkollën nëntëvjeçare Urani Rumba.